Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas shumë zhurmave reagon për herë të parë vetë Josi. Josi është eliminuar në gjysmë finale, por gjatë largimit të tij goditi në fytyrë gjestin dhe më pas la shtëpinë. Prandaj që nga dalja, ai sot ka reaguar për herë të parë duke arsyetuar veprimin e tij, pasi ishte shkak i provokimeve të shumta. Në postimin e tij thuhet: "U futa në big dhe zgjodha të luaj fort. Të paktën ishin ata që kuptuan lojën dhe vërtetësinë time." Ai shprehet: "Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. Dua të falenderoj nga zemra të gjithë popullin shqiptar që më keni mbështetur dhe përkrahur në këtë rrugë tim as pak të lehtë që kalova. Faleminderit për dashurinë që më dhat gjatë qëndrimit tim në shtëpi, edhe më shumë jashtë saj. Mirënjohje për secilin prej jush, si dhe për ekipin e Topit, që më dha mundësinë të isha pjesë e formatit kaq të dashur për të gjithë ne. Një eksperiencë që do mbetet e paharrueshme në jetën time." Ai vijon duke thënë: "U futa dhe zgjodha të luaj fort. Të paktën ishin ata që kuptuan lojën dhe vërtetësinë time. Zgjodha të isha i sinqert, i drejt për drejt, pa filtra, dhe ndoshta pikërisht kjo më kushtoi shumë në këtë rrugë tim. Ndjes për çdo që mund ta ketë përjetuar keq atë që ndodhi. Ju siguroj se presioni, veprat dhe ngacmimet kanë qenë të shumta gjatë gjithë rrugtimit tim kundrejt meje në atë shtëpi." Shprehet për herë të parë Josi.